11 punonjëse të një fabrike tekstili duhet të zgjedhin nëse do të pranojnë kërkesën e punëdhënësve të tyre për të shkurtuar pushimin me 7 minuta. Mes frikës për të mbajtur vendin e punës apo mbrojtjes së dinjitetit të tyre, punonjëset ndajnë problemet dhe shqetësimet e tyre me njëra tjetrën, duke arsyetuar në lidhje me vendimin që do të marrin. Ky është subjekti i dramës 7 minuta, real edhe sot e kësaj dite. Mesazhet e të cilit regjisorja Driada Dervishi po i përcjell në shumë skena të vendit. Ndalesa e fundit ishte Elbasani, i cili ditë të vlerësoi të bukurën, ndaj dhe salla ishte përplot. Flitet pikërisht për dinjitetin njerëzor, atë të cilin për hir të ndoshta disa klauzulave të vogla çdo ditë neve tolerojmë nga pak, humbim pak nga vetja, tolerojmë pak këtu pak atje dhe ndërkohë e kuptojmë se sa vlerë kanë këto pak për të konsideruarit një qenie njerëzore. Në këtë sipërmarrje interpretojnë 11 aktore të mirënjohura: Ylka Mujo, Luiza Gjuvani, Zamira Kita, Olta Daku, Anila Bisha, Rudina Dembaçaj, Adelina Muça, Alesia Gjemalaj, Paula Kodra, Ailin Petrela dhe Joana Karaj. Ne kemi nisur këtë rrugtim si një forcë e femrës për të treguar që femra është nga ato e cila edhe mund të ndryshojë gjëra të mëdha në shoqërinë tonë. Sigurisht jeta ka vështirësitë e veta, por kur ty dikush tjetër ta ka jetën në dorë, është anormale. Jeta jonë na përket vetëm ne. Dhe për ta patur atë më të mirë dhe më të bukur, duhet luftojmë dhe duhet të mbrojmë pikërisht këtë, dinjitetin. Mos lejojmë që të na i shkel dikush me këmbë. Drama 7 minuta është shkruar nga dramaturgu italian Stefano Massini para pak vitesh, ndërsa situatat dhe mesazhet ka përcejnë kufijtë e Italisë.